أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin e rum, ne pasi gjenmi në këtë muaj të ibadetit dhe muaj Ramazan dallohet prej muajve tjerë me ibadet. Në këtë muaj agjërojmë, lexojmë Kur'an, falim namaz nafile, falim namazet të shumta dhe dallojmë me madhnimin e Allahu Gjeleshanuhu duke bërë dhikr e dua. Inshallah Allahu Teala na japë forcë kuvet që sa më shumë të mundemi ta gjallënojmë muajin e Ramazanit me punë të mira. Sepse ndodh që ne ndonjëherë habitemi mbas dunjallëkit. Ndodh ndonjëherë habitemi mbas punëve të kësaj bote dhe harrojmë që të përkushtohemi në ibadet ndaj Zotit. Allahu Gjeleshanuhu e don një rob i cili përkushtohet në ibadet. Nëse i shikojmë pejgamberët e Allahut, njerëzit më të mirë që kanë ecë mbi rrezullin toksor, njerëzit më të dashur të Allahu Gjeleshanuhu kanë qenë pejgamberët. Po nëse shikojmë jetën e tyne, jeta e tyne është e mbushur me ibadet. Ata edhe për skaj asaj që kanë pas gjunahet e falta, kanë qenë njerëz pa gabime, se Zoti ju a ka fal gabimet e përparshme dhe ato të pashme, përsëri i gjejmë pejgamber të cilët kanë bërë ibadet të shumtë. Kur e sheh Aisha radiallahu anha pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam një ditë kamët ju kishin ajt prej ibadetit dhe namazit duke ndejt gjatë në kam duke fal namaznate. Dhe Aisha radiallahu anha bashortja e vet i tha ja Rasulallah, po pse tha e mundon vetin çka shumë? Pse tha e lodh vetin ka shumë kur ti e pejgamberi i Zotit? Allah i tha ti ka fal, tha ty gjunahet e përparshme dhe ato të ardhshme, edhe pse ai s'ka bën gjunahe, po përsëri edhe nëse të kish bë Allah i gjaket fal ati. Tha pse e lodh vetin ka shumë? Çka tha pejgamberi alayhis salam? A mos jem, tha unë, tha rob falenderus? A mos jem unë një musliman, një besimtar që e falenderoj Allahun? Tasha më ka bë Zoti mirë mu duke mi fal gjunahet. E po tasha mos e falenderojmë Allahuna. Dhe në këtë mënyrë ne do të fillim të shohim sendet. Jo vetëm kur të jemi në zort, se ndoshta duat më të sinqerta i kemi na për spitale se na për xhamia. Ndoshta në spitale më me zemër njerëzit lutën o Allah, ndihmom, se sa që lutemi në xhami. Në xhami ndoshta i kemi pak duat si të zbehta, ndoshta i bëjmë duat pak si hajt ta kalojmë edhe çket dua. Hajde Rabbena atina ma mend kërkundi. Rabbena Allahume Allahume ama mend nuk janë askund. Kur jem në spital, aty është zemra e sinqert, i lipën me gjithë një mend Allahu të ndihmoje se e kije dikandin në spital. Dhe ajo është sinqeriteti dhe si i bëjmë duat në spitale, njëjë që ashtu duhet jese zemra e përkushtuar edhe në xhami. Edhe në xhami pak na lëvizë zemra kur ta bëjmë duan. Edhe në xhami pak na lëvizë zemra kur të falim namazin. Pejgamberi tham po i kanë bërë ibadetet shumta. Nuk e kanë kursy vetin duke bërë shumë ibadet. Davudin alayhis salam e kemi pashtur shembull të leximit të Zeburit me zanin e tij të bukur. Aq shumë bukur e lexoi të Zeburin, sa që thuhat se edhe zojqt, edhe pemët, edhe gjithë shka, unë dalte të ndëgjoje leximin e Davudit a.s. Aq shumë zanin e mire kishte, aq leximin e përkushtuar kishte, sa që nuk ka pas dikush me zanë më të bukur se Davudi a.s.
Dhe ai e lexonte me përkushtim librin e Allahut. Dhe sot elhamdulillah ka lexues të mirë, ka lexues të mirë të Kuranit, të cilët kur e lexojnë të mahnitin, po nuk është ndonjëherë vetëm te zani puna, se ne jemi fokusu pak sikur na vije një zaj mirë, ama jo të punojmë me mesazhet e Kuranit. Kemi qejf ta ndëgjojmë një lexues të bukur të Kuranit, ta thirim dhe një hoxh me emën me famë që të na lexojë Kur'an. Mirë është edhe ajo. E shton dashnin ndaj Kuranit, e shton dashnin ndaj librit të Zotit, fjalës Zotit. Ama mos bëhet preokupim kryesor, sepse preokupimi kryesor duhet të jetë se të nxjerrim urdhnat që Allahu don ne t'i marrim prej Kuranit, jo vetëm zanin e mirë, jo vetëm me zanin me u knaq. A ka ana tjetër në momentin e parë që dalim prej xhamie, jemi jashtë linjës të cilën Allahu e ka shkruar për ne në Kur'an. Nuk jetojmë sipas asaj vijës që Allahu kërkon ne ta ndjekim Kur'an. Vetëm në xhami kemi qejf pakës të relaksohemi me zanin e bukur, ama në moment që dilet prej xhamie harrojmë se çka është Kur'ani. E nuk është poenta e Kur'anit vetëm zani i mirë. Ajo është një pjesë e zbukurimit të Kur'anit. Kur e ndëgjoj njëherë pejgamberi alayhis salam Ebu Musa radiallahu anhu e ndëgjoj duke lexuar Kur'an, tha të është dhanë, tha zani i bukur si zani i Davudit alayhis salam. Dhe me këtë pejgamberi alayhis salam e ka pëlqyer, ka miratu leximin e bukur të Kur'anit. Po, nuk duhet të vendohet në prioritet. Nuk duhet të vendohet në numër 1 vetëm zanit t'japim rëndësi, a mësimeve të Kur'anit jo. Davudi a.s. e ka lexuar me përkushtim librin e Allahut dhe i ka lotu syni për librin e Allahut. A na ka lotu neve syni ndonjëherë për librin e Zotit? A na ka lotu syni ndonjëherë në namaz? A na ka u trondit zemra ndonjëherë duke i falë taravit? Jo. Se preokupimi jonë nuk është ta falim taravit, po ta sosim taravit. Kjo është ajo gajlja e besimtarit kur vin xhami. Jo ta falet taravin, ta soset taravin. Pra të vijen e të soset ma shpejt. E përderisa ne kemi bërë robotik, do thot vetëm të vim, t'i bëjmë disa recate dhe dalim, zemra do të ngele e zbrazët për knatësis Kuranit. Zemra do të jese e zbrazët për knatësis të namazit. Nuk dhe ndjejmë xhamat. Dhe kur ne për sfundi herë kemi falë namaznate, dhe ti përkushtohemi në atë namaz natë Allahu Gjeleshanuhu dhe ta lutim sinqerisht që të na jape diçka, që të na ndihmoje diçka, apo qoftë e kësaj bote apo botës tjetër. Kur për sfundi herë? Për sfundi herë në Ramazanin e kalum, në xhami e dhatë, me telefona në dorë, me video, te bo taga, në namaznata, pa qedro ta dje këtë dynjaja, tja ke shku dynjaja të shohe, apo Allahu të shohe. Ti e bon për Zotin, apo e bon për njerëzit, për ka e bon ibadetin. Namazi natës është i msheft, namazi natës është mës të shohe kërkush, edhe shtëpia jote më të shohe, edhe të familjes tande mës e din se ti e qu, në atë moment kur shumica e botës o në gjumë, ti qohësh edhe i lutësh Allahu. Sinqerisht, ata të përparshmit edhe gratë e veta që kanë qenë shtratë, nuk e kanë marrë vesh se buri u ka qu të falët. A sot, këtë dynjaja e merë vesh se filani ka shku në xhami për të falë. Telefon ma shpejt ta qesin ditë natës të falë namaznate. Për ka e bëndi? Për Allahu na për internetin. Pra kjo, ndoshta neve na e zbehën edhe ibadetin. Ndoshta kjo na e pakson edhe sevapin. Ndoshta kjo e humbën qëllimin pse Allahu e ka lyp prej neve. Nëse Allahu nisen e ka lyp prej neve, duhet mundohemi të jemi të përkushtuar dhe sinqerisht ta bëjmë. Zemra që e pastër dhe e sinqert në ibadet. Se nëse zemra nuk është e sinqert, nuk ka hajra ibadet. Mund duket shumë, ama që e shprasit. Balloni mund duket shumë i madh, ama është me ajër mbrenda, një gjelpan plasën kejt, hupët kejt. Guri mund duket shumë i vogël, po është i rand ka pesh. Altani duket i vogël, po është me pesh. Pra dë njëherë sendet mund në duken shumë, ama t'jen shprasta. Si kur atë balonin e frynë, qka që bëhet, ama e shprast.
Dënjëherë diçka është e vogël, ama ka vlerë te Allahu. Prandaj të mundohemi punët t'i bëjmë për Allah, kofte edhe pak, ma mirë t'i falish 2 rekat namaz natën, shpitande më të shohë kërkush, se sa 10 rekat në xhami duke të pa këtë dynjaja. Pse se nuk është poenta ajo. Poenta është që ti të vetmohesh me Allahun. E jo se ka teravi, elhamdulillah, qef, dil fale teravi. Ama jo, une teravi nuk dhe dal të falja çka është sunet, dhe dal të fali namaz natë. Po ku pejgamberi a.s. ka thirrë në Ramazan 10 netët e fundit, hajde dilni të falim namaz natë. Ku ekziston kjo? Ku shkruan kjo? Kur pejgamberin a.s. e ke gjetë dikundin në një libër të hadithit që 10 netë e fundit Ramazanit ka thonë hajde dilni në xhami dë falim namaz natën mbas teravis. Teravia dë falet në 12 natës dë dalim dë falim namaz natë. Gjeje dikundin. Po nuk është kërkundi. Po pse e bon atëherë? Show xhamat, interneti, show, të bëjmë do thotë sa ma tepër glamoros diçka duket interesant. E po tash, a filma jemi të bo, a ibadet jemi të bo? Çka dojmë bëjmë? Pra këtu është ajo qëllimi që duhet të përkushtojmë në sinqeritet. Të përkushtojmë në ibadet ndaj Allahut, jo për famën e njerëzve. Se në ditën e gjykimit dhe dalin njerëzit që të kijen punë sa kodra po t'ju bon hi. Pse? Se nuk e ka pas për Allah. Prandaj duhet edhe qatë ibadet pak në jese, po në qese sinqert për Allahun. Jo të mundohemi të bëjmë shumë ama për reklama për njerëzit. Asaj nuk ja shumë hajrit. Dë lodhmi e nuk dë shpërblefmi. Prandaj kujdes, rujmë ibadetin për Allahun, jo për njerëzit. Po ashtu ngurëcimi zemrave, dhe thot, është shkak që ne mos e përjetojmë ibadetin. Thash, Kuranin dështa ndonjëherë e keni pa në për YouTube, ju lëshohet qafirave, pa besimtarve, aty në që s'janë musliman, i ndalin për u dhe ju thojnë, a do në gjësh pa Kuran të talëshëm. Shpesh në për ato videot, besoj që ju kanë ra në për sy, pa besimtarësh, po kërë ndin për spari her Kuranin, i redhin sy të lotë. Aja as nuk e din se qka është, as nuk e din se qfar gjuha është, moment që ja vëndojnë ato në vesh që ta ndëgjoj Kuranin, i redhin sy të lotë. As është musliman, po pse i redhin sy të lotë? A ka në tjetër ne musliman, 50 vjetë musliman, 60 vjetë musliman, lindi musliman, vdesi musliman? A na ka redhë njerë sy një lotë kur kemi lezu Kuran? A na redhë njerë sy një lotë për ibadet? E për tash këtu është e kua zemra, mës ju kanë bo gur zemrët njerëzve? Ebu Bekri radiallahu anhu tregon thot një herë të pejgamberi a.s. Erë thot një delegacion nga Jemeni. Jemeni është kufi me Arabin. Edhe thot erdhen pi Jemeni në Medinet e pejgamberi a.s. që ta pranojnë islamin. Si ishin musliman, erdhen e pranojnë islamin dhe pejgamberi a.s. thot ju lexoj Kuran. Kur ju lexoj thot Kuran, aty në ju rodhën syt lot. Sa e pranojnë islamin? Në qatë me gjlis, ullet, sa ullet, u bon musliman, pejgamberi a.s. ju lexoj Kuran, syt lot. Ebu Bekri radiallahu anhu, interesant thot, ne thot në fillim të islamit kemi qenë që kështu. E tash thot ndoshta edhe neve thot na u ka ngurcu zemra që kur e ndim Kurani mos na rredhin syt lot. Sefte edhe ne thot ishim që kështu. Pra në atë periudhën e parë. E njeri ndonjëherë ndoshta ai fillestari është më i sinqert në ibadet se sa ai që ka bërë stash në ibadet. Ndoshta ai që vin për spari herë në xhami, më mirë përjeton namazin se ai që falet 50 vjet. Sa ai ndoshta ju ka bërë rutinë, hije del. A dikushi që shkon për spari herë në Kabe, e keni pa xhamat, kur e sheh për spari herë Kabën, mahnitët i rredhin syt lot, kënaqet kur e sheh Kabën, me shpirt me kon gjitet për Kabe dhe ta përqafoje. A ka plot njerëz që ka shkuar 20 herë, 30 herë, ai hije del si duket kur gjon. Ai duket sikur me hin supermarket. Nuk ndjej kur gjon. Pse? Ka nisë bot rutinë. E prandaj punën duhet ta bëjmë me mas. Punën xhamat duhet ta bëjmë me mas e jo me teprim. Allahu nuk e do të teprohet kur gjon. Edhe ibadetin kur ta bëjmë jo me teprim. Ishte një sahabe, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, ishte sahabe shumë i përkushtuar. Mas shumë ti që ka shkrujt hadithe është Abdullah ibn Amri.
Dhe si i ri, normal e i rivi dhe njerë ka takat pak ma shumë. Ama i rivi mendon se sa herë dhe jese i ri. A i nuk e mendon se dhe njerë dhe plakat, dhe njerë takati di hupe. Edhe Abdullah ibn Amri kishtë nis shumë të lexoj Kur'an, shumë të fale namaznate, shumë të agjeroje. Edhe i kishtë mbrim vesh pejgamberit alayhis salam. Dhe një ditë e zateki Abdullah ibn Amri. Tha, o Abdullah, tha, ndalu, tha pak. Tha, këm di, tha, më kanë thonë se po falësh gjithë natën. Gjithë natën nuk ka falë. Dhe për ditë mban, thot, Ramazan. A është e vërtet? Tha, po, ja Resulallah. Thot, mos vepro kështu. Po thot, kur është puna të agjerimi, thot, mbaj 3 ditë mujt, bolli kije. Folim për nafilin, nuk folim për Ramazanin. Ramazanin e kemi komplet, 30 ditë, 29, 30. Folim për jashtë Ramazanit. Thot, mbaj 3 ditë në mujt, Allahu çdo ditë ta shpërblen me 10. Çdo punë, jo vetëm agjerimin, edhe namazin, edhe çdo punë, Allahu një e bën 10 i shkruan. Ti 3 ditë di agjerosh mujt, çdo njëna shpaguhet me ka 10, 30 bën. Edhe ti çdo muj nëse i agjeron ka 3 ditë nafile, Allahu ta bën sikur me pas agjeru këtë vjetin. Tha, agjero 3 ditë mujt, bolli kije. Edhe tha, pak flej, pak falu, ma mirë është për ty se sa të falësh gjithë natë. Jo, tha, ja Resulullah, ish i ri, vlojt e gjaki, thua se i ka pas 17 vjetë në këtë kohë, kur ka fol me pejgamberin alayhis salam. Jo, ja Resulullah, tha, du ma shumë, ma shumë. E po tha, bon dhe tha agjerimin të hanë e tejte. Mbaje të hanë e tejte, bolle kije. Jo, ja Resulullah, hala ma shumë du. Pejgamberi alayhis salam tha, e po tha, mba tha atëherë një ditë po, një ditë jo. Dhe më shumë se kjo, thot, mos e tepro. Kjo, thot, është agjerimi më i mirë, dhe kjo, thot, ka qenë agjerimi Davudit alayhis salam. Davudi alayhis salam si pejgamber, thot, ka agjeru një ditë po, një ditë jo. Një ditë po, një ditë jo. E thot, nëse ti do në të agjerosh, atëherë agjeron që këtë formë. Ama ta lidhish non-stop kretë vjetin, hiç pa ndalë, jo. Pejgamberi alayhis salam nuk ka dëshë që muslimanit do psohet, e pastaj në fund, kur do vjetë smuhet, e ti ndodhe diçka, pse be u smune, po valla te boj ibadet. E pastaj njerëzit tremën për ibadetit, njerëzit mendojnë se si të mbajsh Ramazan smuhesh, si të mbajsh Ramazan dehidrirën, si të bëjsh Ramazan ndodh kjo, ndodh ajo. Jo xhamat, nuk duhet njerëzit, pra teprimi nuk ka nevojë. Allahu nuk ka nevojë që njeri ta teprojë me ibadet. Bon çfarë sa të lyp Allahu, tamam me kije. Se njeri ndonjëherë mundohet shumë për një herë, e kur e ngarkon vetin shumë për një herë, e pastaj kur do vjen mosh ma të vjetër së ne bën. E Abdullah ibn Amri që e teprojte, thot, mirë më pa thonë pejgamberi alayhis salam, thot, ta ralloj, e tash thot që jam plak, thot, se njëm të e bëjë që qatë, e më vinë kesh që s'mundëm ta bëj. Po, normal, se njeri dëm plakët, dë doje pastaj, po s'do mundët. Prandaj, edhe pse jeri, mund të bëjsh ndoshta shumë, po ma mirë mësët të pro se dikushi i jep zort tash në Ramazan, mule ta bëj ketë, do bëj namaznate, do bëj lexim Kuranit, ketë, shumë sejnë për një herë, edhe dë pkutët në koris, kur ta shofsh, e ka lanë ketë bas Ramazanit, jo nafile namaznate, edhe da lanë edhe farzin, unë që shu një herë njani u teptis, o që të falim namaznate, jashtë Ramazanit, a det në fali shtim 2 natës. Po thashu nuk jom shërbime për të bo, si cilit kur ti kujtojt, hajde o që në telefon, a të dash të më falish në gjami. Ka vaktet, hajde sabahin, hajde dreki, qindi, fali, bolli kje, jo namaznate. Të pëtisit shunja 2-3 javë, e mbasande e la me vjetë, mos e pash në gjami të vije. I la me farze, me i synete, me kejt. E që kështu gjemat, dikushi e merë fejnë për një herë, e mase kur di vje ratë, dë nisi të lane për një herë. Kështu që kujdes, të bëjmë qash sa mundemi, dhe pa teprim, se Allahu nuk e do teprimin qofte jo edhe në ibadet. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.